Unë jam i habitur në organizimin e parë, shumë e vështirë të mbledhësh 10 vetë, jo më të mbledhësh qindra fëmijë. Dhe ajo që të bën përshtypje është kultura e familjeve shkodrane për të sjellë fëmijët për të nduar në korë. Fatkeqësisht ne këto i kemi probleme në mbar Shqipërisë, sepse gjithë fëmijët duan të jenë solistë. Fakti që mblidhen dhe kulturohen, sa kori kulturohen shumë, mbush shumë mendjen e fëmijëve, është një fitore e madhe për familjet, për ato që organizojnë, për apo i qoftë qendrës kulturës së fëmijëve, për Bashkinë e Shkodrës dhe duhet thyer në baza akoma më profesionale mendoj ky aktivitet, duke e bërë një festival mbarkombëtar të koreve të fëmijëve të gjithë Shqipërisë. Sigurisht është një iniciativë që meriton vëmendje, meriton respekt. Gjithë të fëmijë që marrin pjesë në këtë aktivitet, performojnë në skenë dhe përveç se sjellin një atmosferë të gëzueshme nëpërmjet këngëve, marrin një fëmijë dhe një kulturë, një edukat, një eksperiencë që ka vlera për jetën e tyre. Edhe ky publik që i njeh me kaq shumë interes janë prindët dhe të gjithë dashamirësit e muzikës, e këngës për fëmijët. Në mënyrë veçantë meriton evidentim puna që bëhet për ringritjen e traditave të këndimit koral, sepse ndryshe është të kesh iniciativë personale dhe ndryshe është kur arrin të bësh një grup me 50, 60, 70, 80 e 90 vjeç që kishte kore këtu. Prandaj është një tregues pozitiv që po lëviz diçka. Po, është e vërtet edhe jam shumë mirënjohës dhe falenderues fëmijëve në radhë parë shkollës, por edhe drejtoreshës të qendrës kulturore Urjeta Kelaj, e cila ka hap dyrë të reja, vizione të reja dhe ka bërë mujtën që gjithë shkollat e Shkodrës të shpalosin vedin me koret dhe me formacionet e tyre. Një risi që do rritet çdo vit dhe shpresoj që të ketë kualitet. Kur kalon rrugës me nazë se lule zambak, dalu pak e hill masyrit se kam dërë marak. Ja kushtaj? Mamit! Gjithë